Pra, përshëndetje e miq, ju përshëndes përsëri unë Mimoza Elezi dhe sot filloj me përshkrimin e parë të defterit të Arvanitas. Në programin e kaluar shfaqa përmbledhjen e plotë të defterit, pra në përgjithësi çfarë do të shikojmë dhe që nga sot do të fillojmë të shpalosim përbërjen nahive të krahinave dhe të fshatrave. Do të shikojmë pra duke filluar të vilajeti i Gjirokastrës dhe do të shikojmë se cilët ishin timarlintë, pra administratorët, bejlerët e zonave të ndryshme të Gjirokastrës, cilat fshatra përfshihen këtu, përbërja e fshatrave. Dhe siç e kam theksuar edhe në programin e parë, duke u bazuar tek shkrimi në defterin Arvanitas që i përket vitit 835 Hijri, ku janë dokumentet më të vjetra që përfshihen për të dhënat e zonave të ndryshme të Shqipërisë, megjithëse këtyre viteve nuk i përkasin shumë dokumente, por ato që kemi, para se të filloj leximin e përbërjes së këtyre fshatrave, dua të theksoj që programet e mia me temë historike dhe me shfaqjen e dokumenteve arkivore, siç është ky dokument i rëndësishëm, jepen çdo të mërkur dhe çdo të shtunë në orën 10 të mëngjesit në kanalin tim në YouTube. Ju lutem përkrahani duke shpërndar videot dhe ato që kanë mundësinë financiare, që nëse e pëlqejnë këtë punë dhe nëse e quani të vysh me këtë punë, ato që e kanë mundësinë edhe mund të financojnë ose mund të bëhen abonent në kanalin tim në YouTube, se kjo është një përkrahje për mua sepse këto programe më marrin një kohë shumë të madhe, një lodhje edhe fizike, edhe psikologjike dhe kohore. Por e bëj me dashuri dhe respekt sepse dua të shpalos këto dokumente që të kemi një uri sa më tepër mbi dokumentet e asaj kohe dhe pikërisht të shkruara dhe të përmbledhura nga vetë arkiva turke. Pra vazhdojmë. Defteri Arvanitas. Kemi dokumentet më të vjetra që i përkasin vitit Hijri 835, pra miladi 1431-1432, regjistrim fragmentar fiskal të epirit të Shqipërisë të Jugut pjesërisht. Do të kemi dokumentet ku ato do të shikojmë regjistrimet të para osmane të defterit Arvanit, të Çarmërisë, të Gjirokastrës, të Latakastrës, pra, dhe do të shohim dokumentet të defterit Arvanit i plotë me sanxhaqet, nahit, qytetet dhe fshatrat shqiptare me përbërjen e tyre. Këtu në defterin Arvanit theksohet qartazi, siç e shikojmë edhe në çdo faqe të librit, që emri Arvanit lidhet me popullsinë shqiptare Arvanitasit, pra Arbërit, dhe pikërisht defteri mban këtë emër. Por këto regjistrime janë të pakta, sepse në ato kohë perandoria osmane nuk ishte zotëruese në trojen shqiptare dhe regjistrimet e rregullta dhe të përgjithshme vazhdojnë rreth vitit 1520-1550, pra afërsisht 70 vite mbas vdekjes së Skënderbeut. Tani le të shpalosim dhe të fillojmë me fshatrat, me regjistrimet e para dhe të shikojmë se cilat do të marrë pjesë. Pra këtu në përgjithësi do të shikojmë nahirin e Sopotit, vilajetin e Klisurës, vilajetin e Kaninës, vilajetin e Belgradit, pra të Beratit, villajeti të Moricës, vilajeti i Skraparit, vilajeti i Pavlo Kurtikut, vilajeti i Qartalos, vilajeti i Akçahisarit i Krujës. Gjithashtu do të shikojmë edhe kanunnamen e Livalit të Vlorës sipas këtij defteri të faqen 123. Tani fillojmë. Haset e Sanxhakbeut në administrimin e Alibeut. Ai kishte 32 ushtar, 2 keqi, 2 çadra, kishte një shpenzim ditor dhe kishte një kuzhinë. Vilajeti i Gjirokastrës. Vilajeti i Gjirokastrës quhet edhe vilajeti i Zenebisit. Dhe të shikojmë përbërjen e qendrës e pazarit të Gjirokastrës, pra pjesën e tregut dhe përfaqësitë. Pjesa e tregut dhe përfaqësisë përbëhej nga 4000 akçe. Përfaqësia e vilajetit në përgjithësi kishte 6000 akçe. Qendra e pazarit të Gjirokastrës, pra në këto vite kishte 121 shtëpi, kishte 15 beqar dhe kishte 27 gra të veja. Të ardhurat e tregut të Gjirokastrës në ato kohë në përgjithësi ishin 26933 të ardhura. Tani të shikojmë fshatrat rreth Gjirokastrës dhe përbërjet familjare dhe të ardhurat e tyre. Vazhdojmë tek fshati Kolorçi. Fshati Kolorçi në zonën e Gjirokastrës kishte 56 shtëpi, 10 të veja, 8 beqar. Të ardhurat ishin 4157. Fshati Manastir quhet edhe Ajo Nikolas, kishte 53 shtëpi, 2 të veja, 6 beqar. Të ardhurat ishin 5217. Fshati Mashkullari kishte 36 shtëpi, një grua të ve, 4 beqar dhe të ardhurat ishin 2882 akçe. Fshati Korançi i poshtëm kishte 35 shtëpi, 2 gra të veja, të ardhurat ishin 2420.
Fshati Hristozali mbante 12 shtëpi, 2 beqar, të ardhurat ishin 695. Fshati Juvanishtë kishte 30 shtëpi, 2 gra të veja, 4 beqar, të ardhurat ishin 1922 akçe. Fshati Vmelos, këtu është një pikë pyetje, kishte 11 shtëpi, kishte 1 beqar, 1 kopësht të veçantë dhe të ardhurat e këtij fshati ishin 953. Fshati Guveri kishte 3 shtëpi, nuk ka të dhëna të tjera dhe të ardhurat ishin 145. Fshati Burni Kuk kishte 19 shtëpi, kishte 1 beqar, të ardhurat e fshatit ishin 515. Fshati Isharata mbante 12 shtëpi, 1 grua të ve dhe 2 beqar, të ardhurat e fshatit ishin 811. Pa emër, pra është një fshat që nuk shënohet emri, por numri i shtëpive ishte i paqartë, por ka 2 beqar dhe të ardhurat e këtij fshati të pa emërtuar ishin 995. Fshati Yliani kishte 26 shtëpi, 3 beqarë, të ardhurat ishin 1524. Fshati Ujaniko mbante 11 shtëpi, 1 beqar, 1 grua të ve dhe të ardhurat ishin 598. Fshati Livinie mbante 32 shtëpi, 4 beqarë dhe të ardhurat ishin 2260. Fshati Nodje kishte 17 shtëpi, 2 beqar dhe të ardhurat ishin 1005. Fshati Ajos Martini kishte 19 shtëpi, 2 të veja dhe 2 beqar dhe të ardhurat e fshatit ishin 1139. Fshati Bodrishte kishte 31 shtëpi, 5 beqar, të ardhurat ishin 1823. Fshati Humelice kishte 24 shtëpi, 1 grua të ve, 3 beqar, 1 kopësht të veçantë dhe të ardhurat ishin 1955. Fshati Peskopie kishte 20 shtëpi, 3 gra të veja, 2 beqar dhe të ardhurat ishin 1473. Pra këto të ardhura shkonin për Perandorina. Këtu kemi një shënim, nga ky fshat 5 shtëpi edhe 3 shtëpit e tjera ju dhanë një jo besimtari të quajtur Ganomerian me urdhër nga Edirne në muajin Ramazan të vitit 853. Vazhdojmë. Fshati Klazezni kishte 9 shtëpi dhe 1 grua të ve. Të ardhurat e fshatit ishin 721. Fshati Haskovë kishte 14 shtëpi, 2 beqar dhe të ardhurat ishin 840. Fshati Istojani kishte 18 shtëpi, 1 grua të ve, 2 beqare dhe të ardhurat ishin 1376. Fshati Libahovë kishte 25 shtëpi, 3 beqar, fare Orizi dhe 12 njësi. Në përgjithësi të ardhurat ishin nga Orizi dhe ishin në shumën 9277. Fshati Labove Madhe kishte 104 shtëpi, 5 të veja dhe 10 beqar, të ardhurat ishin 7820. Fshati Zavrikos kishte 16 shtëpi, 1 beqar, 1 mulli të veçantë në fshatin Kanoshaj dhe të ardhurat ishin 1109. Fshati Pizavishte kishte 7 shtëpi dhe 1 beqar. Fshati është i pa identifikuar, është shënuar 1 beqar dhe të ardhurat ishin 425. Fshati Zuvjani kishte 16 shtëpi, 2 gra të veja, të ardhurat ishin 1267. Fshati Gorica 30 shtëpi, 2 beqar, të ardhurat ishin 1485. Fshati Frashtani kishte 35 shtëpi, 1 beqar, të ardhurat ishin 1695. Fshati Agline kishte 25 shtëpi, 1 grua të ve, 2 beqar dhe të ardhurat ishin 1457. Fshati Korançi i Sipërm kishte 13 shtëpi, 2 beqar, të ardhurat ishin 836. Fshati Vezjo nuk gjendet në defterin origjinal, ju shtua timarit të Sanxhakut të Ajdin Bejt me 5 shtëpi dhe të ardhurat ishin 269. Fshati Papeli kishte 20 shtëpi, të ardhurat e tij ishin 1200. Fshati Eflahlar kishte 12 shtëpi, 1 grua të ve dhe të ardhurat ishin 666. Fshati Bolshani mbante 17 shtëpi, 1 grua e ve dhe të ardhurat ishin 981. Fshati Krushavic më parë 15 shtëpi, tani bosh. Fshati Valtice më parë kishte 18 shtëpi, tani bosh. Fshati Mavropul më parë kishte 12 shtëpi, tani bosh. Pra tani bosh flitet për vitet e kohës së perandorisë osmane. Përmbledhje në total në qendrën e Gjirokastrës kishte 36 fshatra, 3 toka bujqësore,
951 shtëpi, 59 gra të veja, 103 beqar. Përbërja familjare llogaritej 4 ose 5 persona, kështu që po ta shumëzojmë, 951 shtëpi me 5 persona shkojnë te 4755 frymë dhe të ardhurat totale nga këto fshatra që shkonin për administratën osmane ishin 91.333 akçe. Pra se të qëndronte në këmbë perandoria osmane, patjetër që kishte nevojë edhe për të holla, sepse do të përdoreshin për ushqimin e ushtarëve, do të përdoreshin për armatim, do të përdoreshin për gjithçka për jetën e administratës, kështu që ato të ardhura merrshin nga fshatarët tek zonat ku ato sundonin. Këtu kemi një shënim. Shënimi poshtë shkruan: Çefliki i Jakos ju dha me dekret Hamza Beut dhe u regjistrua në defter. Më parë ishte pronosi personale. Tokat e Istalozit janë jashtë këtij defteri dhe aktualisht janë bosh. Tani kam nxjerrë një bilanço të krahasimit të fshatrave të Gjirokastrës gjatë kohës osmane me kohën e sotme dhe në krahasim të këtyre emrave shikojmë edhe fshatrat që mbijetojnë akoma edhe sot, por edhe fshatrat të cilët janë zhdukur dhe shikojmë pse janë zhdukur këto fshatra. Emri në defteri shekullit të 15 i Gjirokastrës dhe forma e sotme Argjiri Gjirokastra ishte si qendra e vilajetit edhe të Zënëbishtit. Libohovë, përmendit si qendër timari. Sopoti, Sopik, zona e Dropullit, emër mesjetar që lidhej me një kështjella. Dhjuvan, Dhuvjan, emri pothuajse i pandryshueshëm. Jerkucat, Zherkucat, Jorgucat, përmendet edhe në regjistrat osman të vitit 1520. Zagori, Krahina, përfshinte disa fshatra, pra Zagoria përfshinte në brendësitë e saj disa fshatra. Labove e madhe dhe e vogël. Akoma edhe sot Labove e madhe dhe Labove kryqi. Dy vetbanime të ndryshme. Picari është picar, formë e njëjtë, Kardhiqi është kardhiq, qendër e rëndësishme e zonës. Fushëbardhë është fushëbardh, emër shqiptar i pandryshuar. Hormove, përmendet si fshat në disa shtëpi në regjistër. Zhulat, një pandryshuar, një nga fshatrat e vjetër të Laberisa. Sheper, fshati Zagorisa. Nivan, emri pandryshuar. Në vazhdimet historike kemi stabilitet shumë i madh i toponimeve. Shumica e fshatrave të kësaj zone ka druajtur emrin prej 600 vjetësh e sot. Siç është Kardhiqi, Zhulati, Nivan, Sheper, Selca. Këtu shohim se ndryshimet janë fonetike. Për shembull, Zhergucat, Jorgucat, Fushbardha, Labova, Lazarati. Por fshatrat që përmenden si fshatra shumë më të vjetër të kësaj zone janë fshatrat Kardhiq, Labovë dhe Dropull. Tani kam përgatitur një listë me emra fshatrësh të cilat kanë ekzistuar gjatë kohës osmane, por më vonë janë zhdukur dhe pse edhe si janë zhdukur. Fshatrat të zhdukur historik në zonën e Gjirokastrës. Emri në burimet mesetare quhet Turnik, i përket zonës së Lungjerisë, gjitet në defterin Arvanitas në shënimet e vitit 1431 dhe u braktis mbeti vetëm si toponim. Shkaku i zhdukjes ishte mërgimi dhe konflikte që ishte mes njerëzve. Fshati Dragas gjendet afër Kardhiqit, gjendet në defterin Sanxhakit Arvanik 1431. U zhduk, lidhet me kalan e Dragasit dhe shkaku i boshatisjes ishin konfliktet lokale. Fshati Kallogjer gjendej në Dropull, u i përket shekullit të 15, u braktis gjatë periudhës osmane dhe u bë braktisje graduale. Fshati Sopot u zhduk dhe mbetën rënojat. Shkaku i zhdukjes së këtij fshati ishin gjakmarrjat. Fshati Maravoropul dhe i përket Dropullit në shekullin e 15. Sot nuk ekziston si fshat. Mund të jetë edhe do formim ose ndryshim emri. Fshati Buzo gjendet në Kardhiq. Është i regjistruar në defteret osman. Vendbanimi u zhduk dhe vendodhja e këtij fshati sot është e paqartë. Fshati Bullarica gjendet në Dropull. I përket shekullit 15. U shndërrua në vendbanim tjetër. Nuk dihet vendi se ku dhe si. Fshati Vrishtë gjendet në Zagori. I përket shekullit të 15. Sot vetëm toponim, s'ka të dhëna. Fshati Kamenica i Vjetër, i përket shekullit të 16. U braktis dhe u zhvendos popullsia. Nuk identifikohet. Fshati Buzmadhe, i përket Kardhiqit, të shekullit të 16. Nuk ekziston më. Ishin konflikte fisnore. Pra, konflikte fisnore ishin shkak për braktisjen dhe zbrazjen e këtij fshati. Fshati Drimadh
i përket lungjerisë, gjendet në dokumentet osmane. Vendbanimi i zhdukur, shkaku ishin migrimet. Kodra e Selit, i përket lungjerisë, shekullit të 16. Sot vetëm emër vendi, mund të jetë bashkuar me një fshat tjetër. Fshati Lleshaj, i përket Kardhiqit, gjendet në dokumentet e hershme, është fshat i zhdukur dhe u shpërnda popullsia. Manastiri i vjetër, gjendet në dokumentet kishtare. Vendbanim monastik i braktisur. Peshkëp i vjetër, gjendet në Lungjeri, i përket shekullit të 15. U zhvendos vendbanimi, zhvendosja në vend tjetër. Kamenicë e vogël, i përket Dropullit, të shekullit të 16. U zhduk, zhvendosja e fshatit, s'dihet se ku. Kallamat Dropull, gjendet në dokumentet osmane, sot vetëm toponim, mund të jetë ndryshuar. Goricë e vjetër, i përket Zagoris, të shekullit të 15. Vendbanimi braktisur, braktisje ekonomike. Drenove vjetër, i përket shekullit të 16, nuk ekziston më. Vendodhje e paqartë. Buzë Bardhë, i përket shekullit të 16, vendbanimi zhdukur, vendbanimi paqartë. Zona e Kardhiqit dhe e Labërisë janë nga zonat e Shqipërisë së Jugut ku janë dokumentuar më shumë fshatra të humbur dhe të zhdukur se sa zonat e tjera të Shqipërisë. Pra, pam që kemi disa fshatra të cilët ata janë zhdukur, kanë ekzistuar, por sot nuk ekzistojnë. Shkaqjet e zhdukjes së këtyre fshatrave ishte mërgimi, ishin problemet ekonomike, ishin gjakmarrjet. Një nga faktet kryesore për zbrazjen dhe zhdukjen e këtyre fshatrave ishin gjithashtu lëvizjet e popullsisë në periudhën osmane. Shumë fshatra të vegjël në ato kohë, qoftë edhe për shkaqe ekonomike, e braktisën fshatrat dhe u vendosën në vende me banime më të mëdha. Gjithashtu, shkaqet kryesore që ishin për braktisën e këtyre fshatrave ishin sepse zona e Gjirokastës ishte një nga zonat më kryengritëse gjatë kohës së perandorisë osmane dhe kjo ndikoi gjithashtu në zbrazjen e fshatrave. Për zbrazjen e fshatrave gjatë kësaj kohe, duke u bazuar tek luftrat e shumta që ishin në ato kohë, ka ndikuar sidomos edhe smundjet e mëdha që përfshinin popullsinë në ato kohë. Por një nga faktet tjera kryesore që shënohet për zbrazjen dhe zhdukjen e këtyre fshatrave ose për zhvendosjen e tyre janë edhe shkaqjet e mungesës së ushqimit dhe të ujit që ato fshatra u detyruan të lëvizjen dhe të vendosen në një vend tjetër. Një pjesë e këtyre fshatrave, qoftë të zhdukur ose të zhvendosur, sot njihen me emra kodrash, me emra lagjes ose edhe me emra personash të agallarëve të atij fshati. Pra, miq, ky ishte programi i parë sot ku pam përbërjen e fshatrave të qendrës së Gjirokastës. Në programin e ardhshëm do të shikojmë krahinën e Latakastros. Latakastra gjendet rreth 35 kilometra larg Gjirokastrës. Është e vendosur mbi lumin Kallamas. Në zonën përfshin nga Çemeria kemi shumë fshatra të cilët janë zhdukur, kanë ndryshuar emrin ose janë etiketuar si fshatra grek. Pra, në programin tjetër do të shikojmë fshatrat e Latakarastrasë. Mirupafshim.